Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Nëse i festoni Pashkët, sot do t'ju tregoj 3 receta të ndryshme. Fillimisht, bukën e Pashkës. Për këtë recetë do na duhet 150 gram brumë i fermentuar dhe 150 ml qumësht i vakët. Aty do shtojmë 50 gram mjalt, 3 vezë dhe 50 gram gjalp të shkrirë. Për t'i dhënë bukës një aromë dhe shije të veçantë, unë gjithashtu kam përgatitur lëkurën e një portokalli dhe një limoni që e kam ngrirë me rende dhe e kam lënë në mjalt për 24 orë. Pasi i kemi përzier të gjithë përbërësit e lëngshëm mirë bashk, aty do shtojmë 500 gram miell. Në rast se nuk keni brumë të fermentuar për bukën e Pashkës, shumë mirë mund të përdorni maja. 5 deri në 7 gram maja, për këto përmasa mjafton. Brumin e punojmë mirë derisa të formojë glutenin dhe do ta lëmë që të vijë për 6 ose 7 orë, në rast se bukën e Pashkës e zini me brumë të fermentuar. Nëse përdorni maja, brumi vjen edhe më shpejt. Pasi të ketë ardhur, do ta ndajmë në 6 pjesë të barabarta dhe çdo pjesë do ta rrumbullakosim në këtë mënyrë. Çdo pjesë të ndarë fillojmë dhe e hapim me një shkop petësh. E pudrosim pak sipërfaqen me miell me qëllim që brumi mos të ngjitet dhe bëjmë palosjen nga brenda në mënyrën që e pat edhe në video, duke formuar gjithsej 6 rripa. Brumin e lëm që të pushojë të paktën 1 orë ose 1 orë e gjys. Gjatë kësaj kohe brumi ka ardhur mjaftueshëm dhe të gjithë rripat zgjaten lehtësisht në madhësinë që ne i duam për të formuar bukën e Pashkës. I rendisim në këtë mënyrë që shikoni dhe në video, në mes do vendosim një gotë me një fund të vogël dhe të gjithë rripat do t'i kryqëzojmë sipas radhës që shikoni dhe në video, duke formuar kështu bukën e Pashkës. Mirë është që ta lëmë të pushojë të paktën edhe 30 minuta pasi e kemi formuar. Gjatë kësaj kohe buka vjen edhe më mirë. Heqim gotën, vendosim vezën në mes, e lyejmë me pak qumësht dhe do ta vëmë për të pjekur në 180 gradë në furrë të nxehur para kohe për 40 ose 45 minuta. Kjo varet nga furra që ju do përdorni. Dhe më pas, bukën e Pashkës e keni gati ta shijoni familjarisht. Kalojmë tek receta e dytë. Do t'ju tregojmë se si t'i lyeni vezët në mënyrë natyrale pa përdorur bojra me kimikate. Kemi dalë në kopësht dhe kemi këputur disa gjethe dhe lule që na pëlqejnë. Vezët që do ngjyrosen duhet të jenë me patjetër të bardha dhe në këtë rast të gjitha çarapet e grisura të nejlonit që nuk na hyn në punë është mirë që t'i mbajmë sepse do t'i përdorim për të mbështjellë vezët. Fillojmë me përgatitjen e ngjyrusit natyral. Kemi përdorur lakër të kuqe, panxhar, krip, ujë edhe uthull. Vendosim vezët, i ziejmë për 5 minuta dhe më pas do t'i lëmë të pushojnë të paktën për 3-4 orë derisa të marrin këtë ngjyrën e bukur me lulet e printuara përsipër. Receta e fundit është buka lepurush. Kjo recetë nuk ka shumë për t'u shpjeguar në fakt, më tepër është për t'u parë dhe për t'u shijuar. E kemi bërë me brumë të fermentuar. Për këtë recetë kemi përdorur 100 gram brumë të fermentuar, 350 gram miell, e kemi zënë brumin si zakonisht me pak krip dhe e kemi lënë që të vijë për 5 deri në 6 orë. Kur brumin të ketë ardhur, do ta palosim dhe do ta vendosim në një formë dhe do ta lëmë që të vijë përsëri për 1 orë e gjys. Mirë është që gjatë kohës që brumi është në formë, ta lëmë të vijë në frigorifer me qëllim që kur ta presim të jetë i ngurtë dhe mos të lëshohet gjatë kohës që formojmë lepurushin. Mos harroni t'i vendosni dhe bishtin, e vëmë për të pjekur në 200 gradë si zakonisht për 40 ose 45 minuta. Kështu kemi krijuar diçka të bukur dhe një ide fantastike për ta bërë bashkë me fëmijët. Ju përshëndes.